Bismillahirrahmanirrahim. Të dashur vëllezër të nderuara motra, pa fije dyshimi, dhikri, përmendja e Zotit është një mundësi e artë cilën Allahu Azza wa Jalla na ka dhuru. Andaj, sidomos në Ramazan, do ta stërvitum veten tonë që ta përmendëm emrin e Allahut pa pa u ndal. Sa bukur Zoti na mëson, na udhëzon, na drejton, na josh që na ta përmendëm emrin e Tij, dhe me këto vepra të mira që ne e përmendëm Allahun, është mundësi e artë. Gjuhët tona nuk duhet së ndaluri rreshtazi duke e përmend emrin e Allahut. Zoti thot në Kur'an: "Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah." Thot vërtet ata që kanë besu, zemrat e tyre qetësohen duke përmend emrin e Allahut. Fjalën qetësim, Allahu ka përmend në kohën e tashme, që do të thot ti nëse don zemra jote më konë e qetë në vazhdimsi o robi i Zotit, përmende Allahun. E ki mundësin, përmende Zotin. Mos u ndal se përmenduri Allahun, sepse të përmendurit e Allahut ta jep mundësin shpirtin e të razum Zotit ty me ta qetësu. Zemra jote e cila është e mëngët, aja mu plotësu. Mendja jote e cila është e trubullume, aja mu ndriqu. Kjo është mundësi e artë që Allahu e jep robit vet nëpërmjet dhikrit. Thot Allahu: "Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub." A nuk qetësohen zemrat e besimtarit duke e përmend Allahun? Subhanallah, kjo është ardhë në formën aq bindëse që ti provoj njëri ki me pa se sa i qëndrueshëm do të jesh kur ti përmend emrin e Allahut Dhul Xhelal. Adhurimi lehtë, por është problem shumë i madh. Profeti jon alayhi salatu sallam ka thonë: "Kelimetani khafifetani." Dy fjalë janë të lehta, ka thonë më u thonë, mirë po thaqiletani ala al-mizan, ka thonë po janë të rënda, kanë peshën e madhe tek Allahu Dhul Xhelal. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. I lartësuar Allahu i plot fuqishëm dhe më madhështori qoftë i lartësuar Allahu. Ja, subhanallahi bihamdihi wa subhanallahi al-azim. Pastaj dhikri neve na afron me Allahun, mënyrë që ne kemi nevojë me ndërtu një raport fuqishëm me Zotin, me ndërtu një marrëdhënie të fortë me krijuesin e gjithësisë. E kjo bëhet nëpërmjet përmendjes së Allahut, atij ku shumë fal. Zatën dashurit tona ndaj Allahut, matën sa na e përmendëm Allahun, sa na e kujtojmë Allahun, Allahu dëshmon, pastaj melekët e tij, pastaj njerëzit në tokë, se ti je i dashuruar tek Allahu Gjelle Gjelaluhu. Allahu madje na thot në hadithin kudësi: ju me përmendni mua, unë ju përmend juve, por ju me përmendni në një shoqëri, unë ju përmend një shoqëri më të mirë tek melekët, banorët e qiellit që nuk gabojnë asnjëherë. Prandaj ti o njeri, nëse don emri yt, me tu përmend të shoqëria e cila kurrë nuk gabohet, dhe aty ti e fiton titullin VIP, cilën sot një pjesë e madhe të rive të rejave tona e kanë keq kuptu se VIP, kriteriumi i vlerësimit se si ndërtohet ky njeriu i famshëm, është shumë rëndësi me vendu në top prioritet të vlerësimeve tona. A jemi VIP të Zotit? E ti e ki mundësin ti jesh VIP tek Allahu sa herë ti e përmend Allahun, sa herë ti çon salavate për pejgamberin e tij alayhi salatu wassalam, sa herë ti e madhnon Allahun duke kërku faljen e tij, sa herë ti e përmend emrin e tij, e të dridhet zemra, e të qetësohet shpirti, e të njëjtën kohë të mbushën syt e tu me plot edhe ato lot e tu të bekuar që do të bëhen perdët e xhehenemit nga përmendja e Allahut dhe përmallimi yt për Zotin e ke përshkru me një mallëngjim të jashtëzakonshëm. Qelës i çdo talenti, i çdo njeriu i cili e ka synu suksesin këtë botë, ka thonë është pa fije dyshimi ai që përmend Allahun, sepse dallimi mes atij që përmend Allahun dhe ai që nuk e përmend Allahun është sikur dallimi mes të gjallit dhe të vdekurit. Pastaj mirësia dhe begati tjetër është se na largon shejtanin në ato vende ku përmendet Allahu, në ato vende ku dërgohet salavati për pejgamberin e Allahut alayhi salatu wassalam, në ato vende ku kujtohet Allahu, ik shejtani, nuk prezanton shejtani.
vetëm ta thirrsh ezanin, ai ik, sepse ti duke thirr Allahun Azza wa Jall. Si ta bëjmë këtë dhikr? Këtë dhikr e bëjmë me gjuhë, e bëjmë me zemër. Edhe fillojmë çuç na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në mëngjes, në mbrëmje, para se më ulën sofër, pasi se çomin nga sofra, çdo aktivitet hym, dalim, mësojmë, përfundojmë, angazhojmë, e fillojmë, e mbarojmë, e nisim, e bitisim, çdo veprim ne nuk e lajmë pa përmend emrin e Allahut. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Këto janë 5 lutje, 5 dua, 5 dhikre, të cilat janë udhëzimet tona, të cilat janë ato kursi që na lidhin drejt kënaqësisë Allahut. Veç njëherë me thonë subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Të lehta me mësu, të randa në peshorën e Allahut, me plot motivacion shpirti jonë dhe ambicet larta, ka më u zbukuru, jeta jonë për të mirë ka më ndryshu, këmbët e tona, rrugtimin tonë drejt Allahut, kanë më u forcu, prandaj lodhjet, depresionet, streset, edhe të gjitha ato pak kontrole tona që vinë si rezultati nervozizmave tonë, ato kanë mu menagju, ato kanë mu largu, ato kanë mu zbe, veset, ndikimet, egot, e këqia, ato kanë mu asgjësu, sepse jetë duke përmend Allahun Dhul Gjelal. Prandaj, le të bëhet pjesë e pandashme jetës tonë dhikri, sepse është çelësi i suksesit edhe adresa e talentit, mënyrë që të arrijmë kënaqësinë e Allahut. Ti përdorëm gishta duke thonë subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, madje shumë shkencëtar edhe mjek të psikologjisë, edhe të njëjtën kohë të qetësisë psiqike që e kërkon sot njerëzimi, e përmendin pra numërimin me gishta. E ne kemi të mësuar prej profetit ton alayhi salatu wassalam se i dhikrin tasbih Allahun e ka madhnu nëpërmjet përdorimit të gishta. Madje edhe gishtat i kanë këto vija të ndarse në nyjet e tyre, sikur me ta mësu Allahu Dhul Gjelal, edhe të njëjtën kohë me të përdor Allahu, ti duke përmend Allahun nëpërmjet shenjave të gishtave edhe këto vijave që ti ka bo Allahu në gishta, e kjo është mundësi e artë, angazhimi edhe qetësia psiqike, po më varë ka sot si mbas mësimeve, shkencëtarëve, edhe pedagogëve, edhe psikologëve të ndryshëm, nëpërmjet përdorimit të këtyre vijave, apo të këtyre vijave ndarse, që na e kena dhikrin që thojna subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billah, ose 33 herë subhanallah, ose 33 herë alhamdulillah, ose 33 herë Allahu akbar. Shembullin e kemi tek Muhamedi alayhi salatu wassalam, i cili për një çast e ka përmend Allahun, ka kërku falje tek Allahu. Prandaj mundësia e artë është që ne ta kryjmë këtë detyrë, e cila do duhej të ishte pa fije dyshimi pjesë pandashme jetës tonë në mëngjes, në mbrëmje, natën, ditën. Dhikri nuk lyp në ritual caktuar, apo një kohë caktuar, apo një formë caktuar, çfarë do kohë, çfarë do rrethane, madje i shtrit, madje në krah, madje ulën, madje në kam, madje duke vozit, e duke fluturuar me aeroplan, e duke zbrit, e duke u ngrit, e duke hy, e duke dal, e ku do të jesh, çfarë do rrethane je, shfrytëzo rastin për një çast kur të tjerët vëmendjen e kanë dika tjetër, ti kujto Allahun dhe përmende emrin e tij, e Allahu do të na imbush zemrat tona me dashuri, edhe do të na përmirëson madje sjelljet tona me edukim të mirë, edhe do të ngritemi lart e më lart tek madhnia e tij, atij ku shumë fal.